dhikri. Dhikri përmendja Allahut azza wa jalla. Të kombinimi më i mirë i adhurimeve është dhikri edhe agjerimi aftën. Dhikri edhe agjerimi. Edhe duaja është pjesë e dhikrit. Përmendjes Allahut te barekuta. Sikur që ka ditë të shndrime ku e ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se agjerimi më i mirë është agjerimi i atij që e përmend Allahun te barekuta. E ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se një nga treguesit e cilësisë së agjerimit ndërlidhet me sasinë e përmendjes Allahut te barekuta. Çka i bën Allahu me përmend Ramazan? Që unë përmend një hadith që e keni dëgju, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë sahabis për këtë jetën, jo për Ramazan. Për këtë e ka thënë për 12 muaj. A mundë me marrë veç për një muaj veç? E për një muaj. Ka një tek pejgamberi ka thënë Rasulullah, ka thënë dëgjuar Allah më këshillau. Ka thënë më jap një mësim që askë pastejes kom në me pyjtë ato. I ka thonë pejgamberi në sot transmetime, i ka thonë la yezalu lisanu ratban bi dhikrillah. Le të jetë gjuha jote në vazhdimsi e lagur duke përmend Allahun e mëdhenuar. Do kur sot goja tu përmend gjithmonë. Kur. Thot Ibn Umeri radiallahu ta'ala anhu se ka ndodhur që në ndaj me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam do mbi 100 herë ja kom numëru gojën të thonë astaghfirullah. Në kur dikush dhe keme vetë diqka, por në dhe se vetë këtë këtë. Edhe kësë brastir të dëgjimit e ka plëcu me përmenë të Allah të barë të Allah. Nëjtë në kjo është trajnim, normal, është praktik që du të me shtu, por bëhunit bindu se një nga burimet elementare të fuqizimit të zemrës në udhtimin dhe të Allah të barë këtë është përmendja e vazhdueshme me Allah të azogjemë. E veçanërisht me disa formulime të veçanta që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ndihmojnë shumë në forcimin e besimtarit, stabilitetin e tij dhe këmbgulin që del sa më i fortë në fund atij edhe sa më fitimtar. Nga këtu është për shembull dhikri të thonë la hawla wala quwwata illa billah. Dhe ne këtë la hawla wala quwwata illa billah. Sa më shumë Ramazan. Që edhe kjo ala pra sa më shumë Ramazan. Nëse la hawla wala quwwata illa billah i bjen o Zot, unë as muj, as di, apo veç ti çka të mundësh edhe veç me forcën tonë. Sa më tepër në Allahun mbështetesh, sa më tepër varësi dhe varfëni në raport me Allahun, çaq më i fortë bosh apo. Prandaj duhet të lidh me Allahun te barekuta. Sa më të lidhur dhikri. Ose ato që keni tek lutjet e mëngjesit dhe mbrëmjes. E keni? Libër, fletush, i gjeni. Telefon, aplikacione, të në mënë buruja muslimonit. Ja hayyu ja qayyum, bi rahmetike astaghithu. Ka thonë djetarët, kush e lutë Allahun të barekuta me emrin ja hayyu ja qayyum, nuk ka problem që nuk ka zgjidhje. Nëse këtë problemet e dunjos zgjidhen me çdo dy emra. Ja hayyu o i gjallë, qayyum që gjithçka realisht rrim kom me izën tonë. Gjithçka është me Allahun, e Allah nuk është me askë. Allah nuk i duhet askush. Atë nuk e mon askush. Vetë rrinaj, vetë. Nëse këtë rrin me Allahun azza wa jall. Konfirmimi i vazhdueshëm, lagja e gjuhës dhe ngjallja e zemrës me këtë dhikr, bjen forcë. E ty dvin forca në Ramazan. Dvin angazhimi, dvin vëmendje, dvin fokusin në Ramazan. Ndaj këtë fokus e mbajmë gjithmonë aktiv, të koncentruar dhe e mbajmë veten të organizuar në përputhje me agjendën e Ramazanit me përmendje dhe me dua. Me dua, lutë Allahun shumë lutë Allahun që ta është për Ramazanit. O Allah, më mundësëm me pitë Ramazanin, më mundësëm me familje tona, ashtë është e mirë me pitë Ramazanin. Gjatë Ramazanit, lutë Allahun, në ndihmo me agjeru, në ndihmo Allah me kalu që shumë mas mirë. Lutë Allahun të barë këtale.